Strategjia e Partisë Demokratike është absolutisht betejë gjerë në rrëzimin e Edi Ramës. Edi Rama nuk ka më legjitimitet. Ne, për çdo qytetar, ne shohim një zgjerim të madh të mirëkuptimit. Dhe jemi shumë të inkurajuar, shumë mirënjohës ndaj qytetarëve. Sepse një qytetar që të zemrohet ndaj pushtetit të tij, pushtetit vendit të tij, do të ketë motive të forta. Dhe qytetarët e kanë kuptuar se kanë motivet më të fuqishme që mund të ekzistojnë. Qeveria nuk ka legjitimitet. Ka shtruar zgjedhjet në fars. Motivi i dytë, qeveria ka vjedhur qindra dhe miliarda euro. Dhe jo vetëm që nuk do të ndjejë përgjegjësinë, por bllokon drejtësinë. Janë dy faktorë madhor që delegjitimojnë çdo pushtet. Dhe shqiptarët janë të vendosur që të ndahen një minutë më parë me çdo çmim nga një pushteti pa ligjshëm si ky që është sot. Edi Rama ka bërë parzmore strofullin e fundit të plaçkicëve në Shqipëri, gjykatën kushtetuese. Por Edi Rama nuk i heq imunitetin Lubis. Kjo është shumë e qartë. Imunitetin asaj dhe Edi Rama do t'ja heqin populli shqiptar. Dhe vetëm shqiptarët. Dhe ju garantoj që do të realizojnë. Zemrimi po vlon në shpirtin dhe zemrat e qytetarëve shqiptarë. Temperaturat po rriten me shpejtësi. Asgjë nuk mund t'i shpëtoj popullit të zemruar. Kur? Dhe zemrimi po shkon gjerë në palcë. Çfarë do që të marrë, ai me gjykatën, ai po turpron në mënyrë ekstreme. Imagjinoni një gjykatës që iken si mi nga seanca e gjykimit. Iken sepse i shkon mesazhi me video dhe fotot e Olton Bistrit.